Të dashur miq, përshëndetje, sot në një episod të ri të Dashuria Shërben. Jam shumë e gëzuar dhe kam kënaqësinë të prezantoj sot mikun tim, pastor Edmond Lamira. Faleminderit që jemi ne sot. Faleminderit që na ftuat. Edhe po mendoja, kam ftuar një pastor në studio. Për çfarë mund të flasë një pastor kur vjen në studio? Edhe një mësues i Biblës. A na flet Bibla, a na jep instruksione, a na jep ne udhëzime në lidhje me të shërbyrit në atyre që janë në nevojë, apo merret vetëm me çështjet tona të mëdha të jetës shpirtërore? Në fakt, Perëndia flet hapur dhe shkurtër në lidhje me shtresat në nevojë, duke filluar që në Testamentin e Vjetër dhe pastaj vjen edhe në Testamentin e Ri. E kjo është pjesë e atyre vlerave judeo-kristiane që ne i njohim sot, që kanë kontribuar ose kanë qenë themel për civilizimin e sotëm që ne njohim sot. Do thotë që ne na jep shumë udhëzime Perëndia në Bibël dhe për kujdesin, edhe për atë që ne do bëjmë në mënyrë praktike, jo vetëm në aspektin e adhurimit, të shkuarit në kishë, të dëgjuarit, të mësuarit e fjalës, të adhurimit. Na trego pak më shumë për disa shkrime, qoftë në Testamentin e Vjetër, ndoshta është më mirë të fillojmë ndoshta me Testamentin e Vjetër, edhe pastaj mund tani në Testamentin e Vjetër, Zoti mbron jetimin, të venë, nevojtarin, të huajin, dhe ne gjejmë shkrime në Testamentin e Vjetër për këto kategorinë e nevojë, si ti trajtoj me drejtësi, me dëmshuri dhe në kujdes, dhe këto ishin udhëzime specifike që ju dhanë popullit beslidhjes. Ne shohim tek fjala e Zotit në Testamentin e Vjetër që Zoti mbron jetimin dhe të venë dhe merr përgjegjësi personale, jo vetëm për mbrojtjen e tyre, po ka urdhëresa se çfarë populli beslidhes duhet bënte. Për shembull, ne lexojmë tek Psalmi 68 vargu 5, Perëndia është ati i jetimëve dhe gjykatësi të vejave. Ai është Perëndia në banesën e tij të shenjtë dhe e paraqet veten si dikush që do t'ja di për këto shtresa në nevojë. Dhe ai e cilëson veten e tij si ati i jetimëve. Është natyra dhe karakteri i Perëndisë të jetë atë, dhe Perëndia ka thot shumë në Testamentin e Vjetër lidhje me këtë shtresë, me jetimet, të vejat, por jo vetëm për jetimet dhe të vejat. Për shembull tek Psalmi 146 vargu 9, thotë Zoti mbron të ardhurit ose të huajt, në këtë rast kuptimi ka të bëjë me emigrantët, mban jetimin dhe të venë. Mban jetimin dhe të venë dhe përmbys rrugën e të pabezëve. Pra konteksti është për natyrën e dhëmshur të Perëndisë në lidhje me këto shtresa. Ne kemi edhe urdhëresa të ndryshme për drejtësi ndaj këtyre shtresave. Ne shikojmë për shembull tek Eksodi kapitulli 22, dhe jam duke lexuar Eksodi kapitulli 22, tek duke filluar nga vargu 22 deri 24, një përmbledhje thotë mos e shtypni as mos e trajtoni keq asnjë të vej apo jetimin. Nëse i shtypni dhe ai më thret mua, unë me siguri do të dëgjoj britjen e tyre. Pra ka një kujdes të shtuar të Perëndisë ndaj jetimit dhe të vesë. Dhe është ligji për të 27 vargu 19. Vjen sa interesante janë këto vargje dhe sa fort Perëndia e trumpeton këtë të vërtetë. Mallkuar qoftë ai që shtrembron drejtësinë e të ardhurit ose të huajt, të jetimit dhe të vesë. Pra këto janë vargje serioze në lidhje me atë çfarë Perëndia thotë lidhje me këtë stres në nevojë. Ka edhe urdhëresa pastaj të tjera që mund t'i diskutojmë në lidhje me ndihmën konkrete që populli i beslidhes, populli i Izraelit duhet të bënte, edhe pastaj ne shikojmë të vërtetat për kishën në Testamentin e Ri, se si kisha do të trajtojë këto shtresa në nevojë. Edhe këtu do doja që të shikonim pak më shumë cilat ishte përgjegjësia e kishës. E gjithë nëse besimtarë, se ne jemi kisha, gjithë atyre që na ndjekin dhe që kanë marrë një vendim për ndjekur Jezusin në jetën e tyre. Cila është përgjegjësia jonë për të kujdesur dhe si mund ta bëjmë këtë gjë realisht? Tani, teologjia krishtere që e ka zanafillën te Testamenti i Vjetër dhe vazhdon në Testamentin e Ri, urdhëresat dhe udhëzimet e Perëndisë për këtë stres në nevojë i ka të, si thosh, stabilizuara në shkrime. Dhe ne i përdorim për shembull Testamentin e Vjetër, përdoret mbi 40 herë vëmendja që duhet të ketë
populli i beslidhjes për këto shtresa. Për shembull, dhe kjo vëmendje kishte të bënte me urdhresa për ndihmë konkrete. Për shembull, tek ligji për të hyrë kapitulli 24 ne lexojmë që kur populli i Izraelit do korrte arën, dhe në mënyrë specifike thot kur do korrësh të korrat e arës sate dhe të harrosh ndonjë demet, mos u kthe për ta marrë, pra nëse do ngilte diçka nga e korra, kishte udhëzime specifike, pra ndihma konkrete, jo vetëm teorike, se si nuk duhet i merrnin me qëllim që i huaj, i varfrit dhe i jetimit i merrnin. Dhe kështu bëj edhe me ullit dhe me ardhin tonde. Pra, populli i beslidhjes kur vjente puna për të korrat, si për të korrat e misrit, grurit apo me ullit dhe ardhin që ishte bazike në jetën që ata jetonin, duhet lenin diçka në arat e tyre, në vreshtat e tyre, në ullishtet e tyre. Dhe kjo ishte për këtë shtres në nevojë. Për shembull, tek ligji për të hyrë kapitulli 14 ne lexojmë në fund të çdo viti të tretë, nxirr jashtë dhe jetën e të korrave tua, ai do të shërbejë si ushqim levitit, të huajt, jetimit dhe të ves që janë brenda portave tyre. Pjesë e sistemit të dhjetave ishte quajë dhjeta e vitit tretë, ndryshe nga dhjeta që e zakonshme. Dhjeta e vitit tretë ishte për këtë kategorinë e nevojë. Pra Perëndia kishte një sistem tashmë të ligjëruar, të kopsitur ligjërisht që ne shikojmë tek ligji që Perëndia ja dha popullit të Izraelit, dhe jo vetëm tek ligjet fetare, por tek ligjet civile dhe praktike. Dhe ne shikojmë që populli i beslidhjes duhet kishte praktikisht një ndihmë konkrete, pra nuk do të ishte vetëm diçka që duhet ta trompentonin në objektet e kultit, por diçka që duhet ta zbatonin në përditshmërinë e tyre. Udhëzimet e shikojmë që Perëndia ka dhënë janë udhëzime praktike Dhe të qëllimshme. Si mund ta përkthejmë ne këtë në kohët e sotme, ose ndoshta dikush mund të thojë që kjo ka qenë vetëm për ata në vjetën e vjetër dhe nuk ka lidhje me ne sot në Testamentin e Ri. Tani në Testamentin e Ri, ndihma që ne mund t'japim kësaj shtrese në nevojë është e gjithanshme. Nuk ka këto vargje në Testamentin e Vjetër na paraqisin esencën edhe konceptin e ndihmës ndaj këtyre shtresave në nevojë. Kjo nuk do të thotë për shembull që ne duhet i rikthehemi dhe të bëjmë të njëjtën gjë sepse kohat kanë ndryshuar dhe të bëjmë eksaktësisht të njëjtën gjë, për shembull të kemi të dhjetën e vitit tretë apo të lëmë diçka në ara. Por ka mënyra të ndryshme se si ne mund të kontribuojmë. Megjithatë në Testamentin e Vjetër ne shikojmë që kufizimi i fesë të vërtetë dhe të pastër është ndihma e jetimëve dhe të vejave. Dhe Bibla thotë që kjo është besimi i vërtetë dhe i pastër. Pra, ndihma e këtyre shtresave në nevojë nuk si thua të shuar në Testamentin e Ri dhe nuk është bërë vetëm teorike. Çdo individ mund praktikisht në jetën e tij, sepse çdo individ në sensin figurativ i di arat e tij, e di çfarë sjell në koshat e tij dhe mund të bëjë diçka sipas zemrës së tij për këtë shtresë nevojë. Normalisht që sot ka organizata që kontribuojnë, ka kisha dhe institucione besimi që kontribuojnë të gjë, që mund të ndihmohen, mund të në forma nga më të ndryshme mund të kontribuohet në to. Ka kauza të ndryshme në lidhje me këto grupe të veçanta. Megjithatë ka një formë individuale që çdo individ mund ta bëjë për të kontribuar në të shtresën e nevojë. Madje ne lexojmë që profetët në Testamentin e Vjetër shpesh herë qortonin popullin e beslidhjes lidhje me padrejtësitë të tyre lidhje me këtë shtresë, sepse populli megjithëse kishte udhëzim nga Perëndia harronte. Për shembull tek Isaia kapitulli 1 vargu 17, ka të mësoni të bëni mirë, i thot popullit beslidhjes. Kërkoni drejtësinë, ndihmoni të shtypurin, jepni të drejtë jetimit, mbroni kauzën e vejës. Domethënë në këtë rast ne shikojmë një formë qortimi me anë të profetëve që Perëndia i bën popullit të beslidhjes që vëmendja të shkonte aty ku ishte, ku duhet ishte. Për shembull tek Jeremia kapitulli 22 vargu 3, thotë bëni drejtësinë, thotë çlironi të plaçkiturin nga dura e shtypsit, mos e shtypni as mos keqsajtoni të huajin, jetimin dhe të venë. Zakaria kapitulli 7 me rrugëzimet e tilla. Zakaria u thot mos e shtypni të venë, jetimin, të huajin dhe të varfrin, dhe askush për jush të mos mendoj të keqen kundër të afërmit të tij në zemrën e tij. Pra, profetët shpesh herë sillnin forma qortuese nga Perëndia, sepse kishin dalë nga këto praktika që janë shumë të thjeshta, por që janë bazike lidhje me
me mënyrën dhe sjelljen e popullit beslidhjes në Testamentin e Vjetër. Patjetër ne shikojmë këtë gjë domethënë të theksuar tek Eksodi, e shikojmë tek Levediku, tek Ligji për të rirë, e shikojmë tek libri i Ruthit, e shikojmë tek Psalmet, e shikojmë tek Fjalë të Urta, e shikojmë tek libri i Isais, Jeremis, Ozea, përmend Zakaria, Malakia e përmend më shumë në 40 vajgje. Në Testamentin e Ri, jo vetëm që nuk ja heq, si thua, këto të drejta dhe privilegje kësaj të shtresen në nevojë që vetë Perëndia i ka udhëzuar dhe i ka caktuar, por i çon edhe në një nivel tjetër. Madje kujdesi për ta shihet si shenja e vërtetë e dashurisë krishtere dhe besimit të gjallë. E për ta lexuar ato që citova më parë tek Jakobi kapitulli 1 vargu 27, të feja e pastër dhe e patmet përpara Perëndisë është kjo: të vizitosh jetimet dhe vejat në fatkeqësinë e tyre dhe të ruhesh i pastër nga bota. Ajo që shikoj unë tani që përsëritet në mënyrë të vazhdueshme në vargje të ndryshme nga shkrimi, është ne duhet jemi të qëllimshëm që duhet ta kemi të planifikuar. Njësoj si secili prej nesh si besimtar planifikon të dhënin në kishë të 10-ës, të dhënit të ofertës, të jemi të qëllimshëm të planifikojmë që të kemi diçka mënjan për të jetimet, të vejat dhe të huajt që janë në vend. Eksaktësisht. Shiko, gjërat në fund të fundit bëhen shumë praktike, por qasjet praktike që ne kemi duhet të zënë vend në bindjet teologjike që ne kemi. Dhe Perëndia thekson këtë gjë. Dhe në Testamentin e Vjetër dhe në Testamentin e Ri. Kur shkojmë në Testamentin e Ri, ne shikojmë ungjit vetë Jezusi foli për ata që janë të varfër dhe në nevojë dhe foli për këtë shtresë. Dhe shpesh herë rreziku është që krishterimi të marrë si thuaç një konture teologjike dhe koncepte filozofike duke u larguar nga qasja praktike. Dhe kjo është e rrezikshme sepse bën një krishterëm shumë teorik, as pak praktik. Dhe Jezusi foli tek Mateu kapitulli 6, tek Mateu kapitulli 19, tek Mateu kapitulli 25, madje tek 25 thot sepse isha i rritur dhe më dhat për të ngrënë. Dhe pasi thot këtë gjë, thot gjithçka që i bët njërit për këtyre të vegjëve të mi ma bët mua, dhe ai e merr personalisht kujdesin ndaj këtyre shtresave në nevojë. Kur ti madje këtu tek Mateu kapitulli 25 është duke folur për të vegjëlit e mi. Tani ne mund ta spiritualizojmë këtë fjalën të vegjëlit ose mund ta marrim fjalë për fjalë, por unë besoj që Jezusi po merr fjalë për fjalë. Pra stres të fëmijëve që janë nevojë, sidomos për jetimin. Që Jezusi thotë çdo gjë që e keni bërë në emrin tim, ja keni bërë atij, atë ma keni bërë mua. Pra ne shikojmë që Jezusi ishte shumë serioz dhe konces lidhe me fjalët që përdori për këtë stres në nevojë. Dhe ne nuk mund të spiritualizojmë gjërat e të nxjerrim jashtë kontekstit tyre biblik e ta bëjmë filozofik, por në të vërtetë gjërat janë shumë praktike, sepse Jezusi thot isha i uritur dhe më dhat për të ngrënë. Dhe pyetja është normale, kur ishe i uritur dhe të dham për të ngrënë? Çdo gjë që ja keni bërë njëri prej tyre të vegjël të mi, a keni bërë mua? Dhe e kthen shumë personale dhe e merr personalisht për kujdesin që ne kemi ndaj kësaj shtrese. A mund të shikojmë pak bashkë në shkrim disa udhëzime në kishën e hershme në lidhje me shërbesën për nevojtarët? Tani ne shikojmë që kisha e hershme përveç shërbesave të adhurimit ose atyre që i quhet shërbesa frymërore, kishin shërbesa praktike, sidomos me këto kategori që përmenda. Edhe me jetimet edhe me të vejat. Për shembull, madje disa nga diskutimet që ne shikojmë të kishës hershme edhe në aspektin praktik, ne shikojmë tek Veprat kapitulli 6, kur kishte një ankesë nga vejat heleniste greke në atë kohë, që merrin kujdesin e përditshëm në ndarjen e ushqimit, ku ato u ankuar sepse neglizhoheshin për sa i përket domethënë trajtimit të përditshëm në ushqim kundrejt të vejave hebreje. Një problem domethënë i brendshëm duket sikur me natyrë raciale. Dhe kisha nuk e la pas dore këtë gjë. Dhe caktoi një individ që ishin ndihmë domethënë si shembull marrim Stefanin, në fakt 7 prej tyre, që duhet merreshin me këtë shërbim të përditshëm, me këtë ndihmë përditshme. Kisha e hershme ishte përfshirë në këto forma shërbese që ishin shumë praktike,
Nuk mund ta themi ishin shumë teorike apo si thuash nuk mund ta duket shumë Duket sikur ishte pjesë e kulturës së tyre, ajo ishte pjesë, ishte një gjë shumë e natyrshme. Po. Që dilte. Ishte pjesë, po, patjetër. Tani, shikoj çfarë ka ndodhur. Duket sikur me kalimin e viteve, të shekujve, me institucionalizimin domethënë edhe të kishës, edhe pastaj me rolin e shtetit, domethënë që ne njohim sot. Duket sikur ky tagër, kjo gjë i ka lënë shtetit, dhe shteti ka forma domethënë të sociale, se si të mbështesin këta individ në nevojë. Duket sikur nga pamja e parë kjo është një rol i shtetit. Në fakt, roli i kishës nuk është kurrë përjashtuar. Pse? Sepse ka një qasje që kisha mund ta bëjë lidhje me këto shtresat nevojë, që as shteti nuk mund ta bëjë. Tani nuk jam duke thonë që shteti nuk ka rolin e vet lidhje me shtresat në nevojë, por jam duke thonë që vjen është diçka, për shembull si një top që kisha ja gjuan shtetit, dhe ti duhet ta bësh, dhe shteti ja gjuan kishës, ti duhet ta bësh. Pra duhet parë kontributin personal ose individual. Dhe nuk jam duke thonë vetëm te institucionit kishës, por jam duke thonë rolin individual që ka një person. Për shembull, unë si individ, çfarë mund të bëj unë? Një individ i vetëm që kam një të ardhur të caktuar, një ndihmë për një të varfër. Domethënë ka një ndihmë sporadike që unë mund ta bëj kur shikoj për shembull një jetim në rrugë, edhe fjala e Zotit thotë që duhet ta ndihmoj. Nxjerr për shembull, edhe unë nxjerr diçka nga xhepi im dhe jap atij individi, dhe kjo është e rekomandueshme, por jo gjithmonë e zgjidh hallin. Ka forma të ndryshme shërbese. Në këtë rast, forma e shërbesës në Testamentin e Ri të një kishe lokale në Jeruzalem ishte një formë e organizuar. Dhe format e organizuara i ndihmojnë jetimet dhe të vejat shumë më shumë se sa vetëm ndihma personale që mund ta bëj në mënyrë sporadike. Dhe nuk jam duke thonë që më përjashton nga përgjegjësia mua si individ, por duhet gjetur një mënyrë kontribuimi te këto forma të organizuara që kanë një efekt më të gjerë dhe më të madh dhe më afatgjatë se sa vetëm ndihma sporadike individuale që unë bëj. Për shembull, duhet parë a ka organizata që e mbështesin këtë formë, apo ose organizma të tjerë brenda kishës lokale edhe nëse janë institucione shtetërore. Më kupton që ti mund të bësh kontributin tënd. Jo vetëm kaq, por në Testamentin e Vjetër ne gjejmë që individët mund të jepnin ndihmën e tyre jo vetëm duke kontribuar materialisht, por duke ngritur zërin në rast se kjo shtres dhënohej. Edhe kjo ishte një nga format e drejtësisë që mund të ngrenë zërin. Për shembull, sot ka njerëzit protestojnë për gjërat nga më të mërshmet, dhe normalisht është drejt kushtetuese, kupton që ti të protestosh, më kupton, kundër çdo gjëje që të duket e padrejtë, jo ligjore, jo etike, jo morale. Por shpesh herë ne e gjejmë veten, edhe jam duke thonë si njerëz, si shtet asnjë kombi, duke protestuar për gjëra që kanë, nuk them që nuk kanë një farë vlere, por nuk janë ato gjërat më thelbësore. Për shembull, le ta po drejtohem ty, për shembull, sa protesta ke parë për shembull apo ke dëgjuar në Tiranë për drejtat e jetimëve ose të vejave, ose janë ose që një si thua shteti kur çdo të sistem qeverisje që të jetë nuk ka qenë duke kontribuar si duhet, ose nuk ka qenë duke marrë me kujdes në këtë shtesë. Unë të them drejtën nuk mbaj mend për ndonjë protestë. Ndoshta mund të kem dëgjuar deklarata mediatike të një organizate apo të një tjetre, po jo ndonjë protestë. Sepse është, si thua, duket e shumë e paraqitshme të flasësh për jetimet dhe të vejat, duket shumë njerëzore, shumë humane. Por rrafshin praktik. Dhe unë mendoj që, dhe nuk jam duke folur vetëm për institucionin e kishës, por jam duke folur për kishën, çdo individ që është pjesë e kishës. Unë besoj që ne duhet ta ngrejmë zërin për këtë raste. Për shembull, kjo është një formë që ti bën duke ngritur zërin, për të cilën unë personalisht si pastor të përgëzoj, sepse ti duke bërë një podcast të tillë ndërgjegjëson dëgjuesit që shiko, urdhërimet e Perëndisë dhe udhëzimet e Perëndisë janë të qarta, janë të sakta, janë të shkruara, ti nuk ke nevojë ta mençosh. Ja, kjo është një formë e ngritjes zërit. Pse? Sepse ndërgjegjëson dëgjuesin që është një shtres për cilën Perëndia na thot, madje ka raste që edhe na qorton
nëse i ka qërtuar ata, qërtimi mbi edhe mbi ne, Sigurisht. më kupton që është një shtresë që nuk duhet lënë pas dore. Madje apostulli Paul pasi merr si thosh udhëzimet nga fryma e Perëndis, drejtimi nga fryma e Perëndis për të bërë shërbes, thotë që kur e dërguan për shërbes nga Jeruzalemi, thotë që vetëm na dhan udhëzime, po e parafrazoj, që duhet kujdeseshim për të varfrit. Në të rast të varfrit nuk janë vetëm ata që s'kan, po janë edhe këto shtresat e tjera se nga njëherë mund të jesh edhe jetim edhe i varfër. Më kupton, mund të kesh të dyja. Por thot gjë që të cilën unë e kisha për zemër. Pra nga udhëzimet që ata i dhanë apostullit Paul në misionet e tij apostolike është që merru me aspektin frymor, patjetër që është shumë e rëndësishme se kjo është thirrja e tij, por mos harro aspektin praktik. Dhe kisha në përgjithësi duket sikur në stade të ndryshme të ekzistencës saj ka theksuar njërin ose tjetrën dhe nuk i ka kombinuar të dyja. Pra aspektin frymëror që është thellësisht aspekti besimi, dhe aspektin praktik ndihmues që është shumë e matshme dhe shumë e prekshme. Dhe ne kemi një grup të krishterëve që thekson vetëm këto. Kemi një grup të krishterëve që thekson vetëm këto. Por unë besoj që një kombinim i duhur, domethënë, i frymërores dhe praktikës dhe ndihmës reale e prekshme që shihet, që matet, atëherë kjo është krishterimi i vërtet. Duket sikur në një farë mënyrë kjo është përgjegjësi e kishës si institucion. Në kuptimin unë si individ, si besimtar, shkoj në kishë, jap të dhjetën ofertën kishë, sepse pastaj kisha merret me të varfrit, me jetimët, a ka një përfshirje për te, një përfshirje financiare? Se ne kemi patjetër kemi përgjegjësi financiare, sepse kjo është një gjë që ka kosto financiare. Po në lidhje me përfshirje, si mund të përfshihemi besimtarët në këtë rast? Më tepër se sa, kjo është përgjegjësi e kishës, unë e kam mbyllur në momentin që kam vënë të dhjetën ofertën, unë kam mbyllur, i kam larë duart me këtë urdhërim. Në një farë mënyre. Domethënë kjo, kur themi kish, çfarë nuk kuptojmë kish? Sepse kisha ka aspektin vetë institucional, është një institucion i caktuar, domethënë si thosh, i regjistruar ligjërisht, kuptojmë që ka një ndërtesë, që ka një staf, dakord. Këtë kësaj patjetër që mund t'i themi kish, po kish është eklesia. Ata që janë të thirrurit jashtë nga bota për të prezantuar përfaqësuar Jezus Krishtin, dhe nga ky aspekt ne jemi kish individualisht. A jemi eklesia, jemi kisha Zotë. Tani, është shumë e lehtë të bësh diçka dhe t'ja veshësh këtë gjë institucionit kishës, megjithse institucioni i kishës ka përgjegjësitë e saj. Por kontributi personal, sepse ne lexojmë në Testamentin e Vjetër që Perëndia nuk ja la këtë gjë atyre që shërbenit në tempull, po dha udhëzime specifike atij individi që kishte një ark, kishte një vresht, kishte një ullishte. Të thotë nuk përfundon me të dhënien e të dhjetës së ofertës në kishë, është diçka që ne të gjithë duhet jemi të qëllimshëm, duhet ta mendojmë, duhet ta kemi në lutjet tona, duhet ta kemi edhe në praktikën tonë të përditshme. Po si mund të ndihmoj? Për shembull, unë them këtë gjë. Interesohu kush është duke kontribuar praktikisht në këtë kategori. Për shembull, le ta marrim jetimët. Kush institucion, bashkësi, fondacion, fillimisht në familjen e besimit, është duke kontribuar, po kishë lokale, është duke kontribuar dhe kanalizoj një pjesë të mirave materiale, jo vetëm financiare, por dikush mund të bëjë diçka lidhje, mund të jetë veshmbathje, mund të bëhet e mirë çështje financiare, dhe kanalizoj atë pjesë që ti e ke ndarë veçmas, kanalizoje të këto grupime. Tani, ti mund të njohësh një jetim që është i varfër dhe mund ta ndihmosh individualisht. Po në kohët sotme moderne, më kupton, një të gjithë e kanë këtë shans, që thosh, e kanë këtë mundësi ose këtë, si thosh, komoditet, më kupton, që ta kenë dikë, domethënë, ose ta kenë një institucion tek dera e shtëpisë apo tek dera e punës, më kupton, edhe të kontribuojnë. Pra, ka një farë mënyrë, edhe mund thuash, po mirë, çfarë mund të ndihmoj, po e marr kështu në sensin figurativ, ai 5 lekshin. Por është e vërtetë që 5 lekshi yt ndoshta nuk kontribuon shumë në kauzën e madhe. Po nëse disa individ mblidhet me shumë 5 leksha të tjerë, mblidhen 5 leksha të tjerë,
Më kupton? Atëherë domethënë kjo mund të financojnë një program të caktuar, sepse për shembull programe të tilla siç bëni ju, për mua, për mendimin tim janë shumë të rëndësishme sepse kanë bëjnë me ndërgjegjësimin e popullatës. Dhe popullata nuk ndërgjegjësohet nëse dikush nuk flet dhe nuk predikon. Për shembull, ne shikojmë Testamentin e Vjetër që Perëndia fillimisht e ndërgjegjësoi popullin dhe ne shikojmë raste ku i kërkonte llogari. Edhe sa herë që populli ishte me zemër pas Perëndisë dhe shkonte pas Perëndisë, i praktikonte këtë gjë. Sa herë që populli ftohej me gjërat e Perëndisë, i linte pas dorë këtë gjëra. Dhe për të shkuar për ta bërë çështjen më praktike, si mundem ne që të kontribuojmë te këta individ? Ka forma nga më të ndryshmet. Sot në këtë kohë që po jetojmë ka forma nga më të ndryshmet. Dhe nëse e duam, ja gjejmë anën. Ne do të flasim, do të kemi të ftuar edhe në episode të tjera disa qoftë organizata, institucione. Kryesisht në këtë moment ne do inkurajonim brenda familjes së besimit për të mbështetur njëri tjetrin si kisha Perëndisë që kemi të njëjtin qëllim. Si nga ana shpirtërore dhe duam të shikojmë një ndryshim në kombin tonë. E do inkurajonim, sigurisht do të keni mundësi të dëgjoni shumë histori të organizatave që janë duke punuar realisht. Unë jam inkurajuar, kam intervistuar disa prej tyre, janë më inkurajuar për punën që bëhet, edhe për cilën ne duhet t'i falenderojmë, është bërë një punë me shumë përkushtim, pa shumë drita, lavdrime dhe po dhe është një punë e vështirë. Nuk është një punë e lehtë, domethënë. Edhe iniciativa personale, për shembull, Media 7 ka një iniciativë. Jo gjithmonë ndihma është patjetër monetare, megjithëse do të përfshin në aspektin monetar. Nëse dikush për shembull, ju keni, le ta supozojmë, ju keni një kauzë, një rast apo një mundësi për të ndihmuar këtë shtesë në nevojë, direkt apo indirekt. Dhe unë si besimtar jam pjesë e rrjeteve sociale. Atëherë unë do ta bëja pjesë të rrjeteve të mia sociale këtë kauzë. Unë do ta bëja share ndaje, unë do ta bëja, më kupton, do jepja zërin tim. Pra, ka mënyra nga më të ndryshme promovuese, nxitse, financuese. Domethënë që mund të trumpetosh një kauzë. Në këtë moment do doja që të pyesje nëse kemi një mesazh të fundit apo një tjetër shkrim që keni dëshirë ta ndani dhe që ka lidhje me temën që diskutuam sot. Lërni ta them kështu në formë një dëshmie. Unë fillova një kishëmbidhje të re para 3 vjetësh. Edhe kur fillova kishëmbidhjen e re, normalisht çdo kishëmbidhje kërkon që të kesh udhëzime, kërkon që të lutesh, të dëgjosh çfarë nga Perëndisë është duke thënë në mënyrë specifike. Disa nga gjërat, udhëzimet specifike që Perëndia më mori me mua është që të kisha edhe një aspekt ose një krah social të kishës. Për këtë shtesë një nevojë. Tani nuk duket sikur ishin të ardhurat aty, nuk duket sikur kisha një strukturë të veçantë, megjithatë e dija që ka një formë kontribuese që ne mund të bëjmë. Perëndia hapi rrugën në kurtën që ne lidheshim me një organizatë që kishte shpërndarje ushqimesh. Dhe sot e kësaj dite me raste ne domethënë aplikojmë për mundësi domethënë për të marrë pak ushqimore kërkjauçuar kësaj shtesë në nevojë. Pra fillimisht fillon me një dëshirë. Asgjë nuk është e rastishme. Këshilla ime është për besimtarët ashtu, ta dinë fillimisht që Perëndia është i qartë dhe kjo nuk ka dalë kurrë nga shkrimet. Po Perëndia nuk ndryshon agjendën se ka dalë nga moda, se u kujtua shteti. Po nuk ka dalë nga moda. Nuk largojmë përgjegjësinë e kishës dhe ti duhet të lutesh për raste, mundësi, metoda ku mund të kontribosh ti lidhje me këtë gjë. Madje ka shumë premtime në lidhje me ata që bëjnë kontribute në lidhje me këtë gjë. Madje Bibla ndoshta mund të ndalim në disa për këtyre se do ishin me vlerë. Për shembull, libri Isaias thotë drita lind në terr për ata që janë të dhëmshur dhe japin. Bibla shkon deri aty sa që thotë ai që jep të varfër i ka dhënë hua ose borxh Zotit. Dhe kjo është një folur shumë specifike të japësh borxh Zotit, e megjithatë duket sikur Zoti e merr personalisht këtë kategori. Kur ne flasim për dhënien, normalisht dhënia ka një spekter shumë të gjerë. Ne japim
individëve në nevojë, ne I japim kishës lokale, ne I japim kazave që janë të drejta. Por kjo nuk përjashton asnjëherë ato çfarë Perëndia na ka thënë për jetimin. Asnjëherë ato çfarë Perëndia na ka thënë për drejt. Dhe fillon me këtë gjë, të kesh një vend veçantë lidhje me jetimin, të vjen, të huajin apo të çalin ose të verbin, gjithë shtresat në nevojë në mënyrë specifike, po flasim në këtë kontekst për jetimin dhe të ben, por gjithë shtresat në nevojë fillon me një pikpamje, me një qasje duhur të vërtetës biblike. Perëndia nuk ndryshon. Perëndia nuk ka ndryshuar nga Testamenti I Vjetër në Testamentin e Ri. Ka ndryshuar beslidhja, por është I njëjti Perëndi. Dhe për kujdesi për këtë shtres nuk ka ndryshuar në Testamentin e Ri, madje është përforcuar dhe Perëndia e përdor si përkufizim për fenë e vërtetë, për besimin e vërtetë. Dhe ne duhet të ndërgjegjësohemi, pas ndërgjegjësimit duhet të kalojmë në hapa praktik. Hapat praktik nuk janë thjesht domethënë këto hapa praktik ndoshta na vi një ditë dhe kur më dalë rasti do të jesh I qëllimshëm, pra ti e bën si qëllim që unë do kontriboj në këtë drejtim. Dhe të them drejtën, kur e mora si qëllim, domethënë që duhet kontribuar në këtë drejtim, nuk është gjëja më e lehtë sepse duhet staf, sepse duhet resurse, ka më të ndryshme, por ti mund të bësh asgjë nuk është pak. Ti bën atë çfarë ti bën individualisht dhe ti bën atë që mundesh institucionalisht. Ne jemi përgjegjës për atë që kemi dhe në fund Perëndia do mbajnë përgjegjës për atë për aq sa na është dhënë. Absolut. Se edhe mua më ka shqetësuar pak mentaliteti I varfërisë apo ne s'kemi për vete. Do të thënë në të njëjtën mënyrë se si ne ato shikojmë nga shkrimi, në të njëjtën mënyrë si ne japim çdo muaj të dhjetën dhe ofertën tonë, në të njëjtën mënyrë do të jemi të qëllimshëm edhe për të vejat jetime dhe unë do inkurajoj gjithë që e para të shikoni në kishën tuaj lokale. Nëse kisha juaj ka diçka të tillë, ju mund të përfshiheni me kohë vullnetare. Jo vetëm financarisht, mund të përfshiheni fëmijët, të mësoni ata që ta vlerësojnë që kanë prindër. Ti përfshihni në shërbes. Në fakt, kjo nuk u bën mirë vetëm sa shtese, po kjo kontribon drejt për drejt tek individi që e bën. Ka premtime në Bibël që thot Zoti do ja kthejë. Ka premtime në Bibël që thot për ato që është I dhëmshur jep. Zoti thot Zoti në ditën e fatkeqësisë do ta ruajë, ta mbrojë. Pra ka premtime biblike lidhje me individin që bën gjëra të tilla. Dhe kur ti mëson fëmin, sepse kjo gjë duhet të instalohet, duhet të injektohet që në fillimet e fëmijërisë, unë besoj. Andaj do më thonë kulturat që kanë pas ndikim nga kështrimi në përgjithësi bota perëndimore. Ne shikojmë do më thonë që ka zhvillim. Fëmijët kur fillojnë që në vogli të kenë këtë, pa e quajnë nga aspekti njerëzor njerëzillek. Më kupton? Kjo luan rol në psiqikën e tyre, luan rol në formimin e tyre, luan rol në tarmën e tyre. Madje edhe nga aspekti tjetër jo vetëm frymor, por edhe njerëzor, bëhen qytetar më të mirë, bëhen familjar më të mirë, bëhen shtetas më të mirë. Pra ka shumë dimensione që zbatimi këtyre praktikave që janë thellësisht biblike sjell benefite nga më të ndryshmet. Unë të falenderoj shumë sot për bisedën që patëm bashkë, sigurisht do kemi biseda të tjera se do të shikojmë ndoshta pjesë tjera të shkrimit, ndoshta edhe më thellë, edhe mund të meditojmë mbi ato, por do doja në këtë moment që të falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Kontribuoni së pari në kishën tuaj lokale dhe vazhdoni të na ndiqni në podcastet e tjera, se të kemi të ftuar shumë organizata që po bëjnë një punë të mrekullueshme dhe që sigurisht që kanë nevojë edhe për ndihmën edhe për mbështetjen tuaj. Drejt. Faleminderit. Faleminderit për ftesën.